Unë ja thash që kur erdha që fakti që në bankën e të akuzuarve ka persona të cilët këto 35 vite kanë qeverisur vendin, ka qenë president Republikës dhe akuzohen për korrupsion, fshehet pasurisë, është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët. Unë uroj që procesi të jetë i drejtë dhe përgjegjësia penale të shkojë te gjithkush nga personat të cilët i kanë këto përgjegjësi. Kujtoj këtu që unë nuk jam nga ata persona që kam bërë një kallëzim penal me emër tjetër. Kam vënë emrin tim në fund të atij kallëzimi dhe i kam qëndruar për gjatë gjithë deklarimeve të mia atij kallëzimi penal bërë në nëntor të vitit 2020, sot jemi pas 6 vitesh. Ka një shprehje të bukur, drejtësia vonon, por nuk harron. Dhe e vërteta është që privatizimi i kompleksit sportiv Partizani, fusha sportive Godina, të cilat sot mund të ishin në dobi të djemve dhe vajzave të rinjve të Tiranës për aktivitete sportive, sot janë 17 kulla të cilat kanë prodhuar pasuri. Tjetra që duhet them sot është që uroj e shpresoj shumë që në ditën vijim, muajt kurdo që të jetë, të jem këtu dhe për një kallëzim tjetër, që është kallëzimi për 21 janarin. Pati një debat në sallën. Po, ju e dini fare mirë që prej 21 marsit 2011, kur kam depozituar kallëzimin e parë, edhe më pas, edhe familjarët e të vrarëve të 21 janarit, dhe kujtoj këtu familjen Nika, ka një vendim gjykatës lartë, ka një vendim gjykatës Strasburgut, ka një regjistrim procedimi penal nga ana e prokurisë posaçme për 21 janarin. Shpresoj shumë që edhe kjo çështje më jepet mundësia si dëshmitar, sepse kam qenë në protestën e 21 janarit, t'jem edhe për këtë çështje i thirrur. Ndalemi pak te Partizani. Pati një debat mes jush dhe të pandehurve lidhur me cilësinë që ju keni bërë kallëzimin. E keni bërë si një qytetar apo si grupit parlamentar? E sqaruam këtë. E sqaruam këtë. Në kallëzimin tuaj, si siguruat, sepse kjo ishte një pyetje e zotit Maltezi, si siguruat ju të dhëna, sepse ai pretendoi që ju keni cënuar në një farë mënyre edhe jetën e tij personale duke siguruar të dhënat të cilat nuk mund t'i sigurojë çdo qytetar. Unë nuk do bëj asnjë citim të çështjeve që kam thënë në gjykat, duke menduar që gjithçka vlen është aty në atë sallë. Pjesa tjetër pastaj është konsum publik dhe ndërkohë besoj shumë dhe e thash dhe në fillim, besoj shumë që kjo çështje do të marrë vendimin e duhur nga gjykata. Zoti Balla, një pyetje. Kallëzimi juaj për herë të parë do të sjellë në një sallë gjyqi dhe kryeministrin Edi Rama. Mendoni se do ta përballojë ai një pyetje përgjigje me dëshmitarët apo me gjykatën? A do paraqitet njëherë zoti Balla se pastaj e përballon apo jo ta shohim seancë? Shpërgjegjësi individuale, pjesa e paraqitjes gjykatë. Po zoti Rama, zoti Balla të deklaroi që e keni konsultuar me to për ta bërë këtë kallëzim. Shko, e para është që unë për kallëzimet që kam bërë janë përgjegjësia ime individuale dhe mbaj përgjegjësi për ato, e thash dhe para gjykatës. Zoti Balla, e thash që s'keni marrë Maltezit se do përgjigjemi para medias për pyetjen e tij, nëse jeni apo jo i kënaqur për Partizanin nga start. Jo, ishte pyetja tjetër Anila. Pyetja ishte zotëria tha keni deklaruar në Kuvendin e Shqipërisë që nuk na tret dheu, kështu ishte. Jo, parë zotin Berisha. Kështu ishte. Atëherë edhe ta thash për tretin e dheut, ta dhash përgjigjen për çështjen që lidhen me ngjarjet e 21 janarit. Faleminderit. Po për hetimet e sakt? Se nuk iki me vrap asnjëherë. Po për hetimet e sakt? Ne nuk ndikojmë kurrë në veprimtarinë e prokurisë posaçme. Po. A jeni ju pyetja që ju bën nga dëshmitari, nga i pandehuri, po nuk u lejuan nga gjykata. A jeni ju i kënaqur me çka bër pak për çështjen Partizani? Tani çështja mos gaboj se ju jeni memoria institucionale më e mirë dhe pa konkurrueshme. Çështja është regjistruar diku në vjeshtën e vitit 2024, mos gaboj, nga vendimi i gjykatës lartë. Ka kaluar një vit e gjys, koha ka qenë mjaftueshme dhe shpresoj shumë që dhe koha në dispozicion. Flas për Gërdec, flas për 21 janarin. Po. Pyetja e pandehurit ishte kjo. Jo, po ishin çështje ishte. Zoti Balla e qartë. Kënaqur për hetimet ndaj Partizanit. Pandehuri Maltezi. Hetimet për Partizanin jam i kënaqur.
fakti që nga kërkesa ime për shpërdorim detyre e shkuar në korrupsion, jam shumë i kënaqur. Po për Belinda Ballukun, jeni i kënaqur që nuk u arrestuan? Kur të më thirrin për këtë çështje, t'ja përgjigj edhe për këtë çështje. A do tha, nëse do të ketë një kërkesë të re nga ana e SPAK, zoti Balla për le për të arrestuar zonin Balluku, a do të firmosin pro kësaj kërkese socialiste? Mbajeni këtu ke kjo pikë sot se është bërë. Keni dhe kolegën kumbarën SPAK. Faleminderit gjithëve. Punë të mbarë, ndjes se u mbajtëm sot. Dëshmi të mbarë dhe jo. Dëshmi të mbara dhe punë të mbarë dhe ju.